Pas ditën e sotme, atmosfera në ambientet e ferma VIP është përfshirë nga emocionet e forta pasi një dron ka fluturuar mbi territorin e fermës për të dërguar një mesazh mbështetje drejtuar shkrimtares Mimoza Ahmeti. Ky gjest surprizë ka ardhur si një bashkëpunim midis biznesmenit Elton Iliriani dhe këngëtarës së mirënjohur Parashivi Simaku, të cilët kanë zgjedhur këtë mënyrë origjinale për të shprehur vlerësimin e tyre maksimal ndaj artistes. Në pankartën që shoqëronte dronin shkruhej mesazhi: Moza supermodele me art dhe inteligjencë, duke evidentuar profilin e saj si një grua që ndërtor hijeshin me fuqinë e mendjes. Mimoza Ahmeti nuk ka mundur t'i fshehë lotët dhe gëzimin sapo ka parë dronin, duke reaguar me thirrje dashurie dhe mirënjohje drejtuar dy miqve të saj. Ajo i ka cilësuar Eltonin dhe Parashivin si dy kryevepra njerëzore, ndërsa ka shprehur hapur dëshirën që në një të ardhme të afërt të realizojë një projekt të përbashkët artistik. Gjatë këtij momenti reflektimi, Moza u ndalë dhe të rëndësia të jetuarit pa komplekse, duke vlerësuar punën e Ilirianit për ekspozimin e dimensioneve njerëzore dhe duke theksuar se nuk është turp të jesh vetvetja apo të jetosh thjesht siç është rasti i jetës në metro. Ajo mbylli reagimin e saj me fjalë zemre për Parashivi Simakun, duke e quajtur atë një figurë të paarritshme dhe duke premtuar dashuri të pakushtëzuar. Po juve çfarë mendimi keni për këtë situatë? A mendoni se Parashivi Simaku e ka dërguar këtë letër për të mbështetur Mimozën? Komentojeni mendimin tuaj dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe për të mos humbur asnjë video të re rreth kanalit ton. Ju faleminderit.